Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Kronos. Rritja ekonomike është bazuar gjatë dekadës së fundit nga dy sektor, turizmi dhe ndërtimi. Në 5 vjeçarin e fundit, tregu i shitblerjes së pasurive të patundshme bashkë me atë të ndërtimit zon 17% të prodhimit kombëtar të vendit dhe mbeten dy sektorët e vetëm të cilët kanë patur vazhdimisht rritje. Rritje ka patur dhe në tregun imobiliar, ku çmimet e apartamenteve në kryeqytet janë bërë të papërballueshme, ndërsa në zonat e qendrës ka nisur shitjet për projektet e reja me çmime të frikshme, që nisin nga 7 deri në 10.000 euro për metër katror. Por ka një kontradikt të madhe. Numri i popullsisë në Tiranë nuk po rritet më me ritmin e mëparshëm, po kërkesa për të ndërtuar vetëm shtohet, ndërkohë që rezulton një stok apartamentesh bosh prej 60.000 apartamentesh në fund të vitit 2024. Çfarë ka ndodhur? Ajo që mbetet e pashpjegueshme janë flukset e parave që financojnë sektorin e ndërtimit. Cila është origjina e tyre kur të dhënat e sektorit bankar rezulton se vetëm 1/4 të investimit financohet me kredi. Apartamentet në kryeqytet janë bërë të papërballueshme për familjet e shtresës së mesme dhe asaj të varfër, duke ngritur një shqetësim social për vendin, kosto që vjen nga pastrimi i parave. Së fundi këtë shqetësim e ngriti Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin e strategjisë së kontrollit ndërkombëtar të narkotikëve. Modeli i zhvillimit ekonomik të Shqipërisë në dekadën e fundit është përqendruar te sektori i ndërtimit dhe i turizmit. Në retrospektivën e një 10 vjeçare, sektori i ndërtimit është dyfishuar se i takon prodhimit e ekonomisë vendase nga viti 2014 deri në 2024, ndërsa pesha që ai zën në ekonomi ka vlerën e 2.2 miliardë eurove në vit, duke përbërë 8% të ekonomisë së vendit. Po ta bashkosh me tregun e pasurive të patundshme, i cili prodhoi në 2024 1.3 miliardë euro në ekonomi, pesha që zën këta dy sektor përbën 17% të prodhimit kombëtar të vendit. Numri i lejeve të ndërtimit dhe sipërfaqeve që jepen për të ndërtuar çdo vit është rritur. Gjatë 5 vjeçarit të fundit, janë miratuar leje për 11 milion metra katror sipërfaqe ndërtimi, të cilat kanë një vlerë investimi 5 miliardë euro. Mesatarisht në Shqipëri, janë miratuar leje ndërtimi, të cilat lejojnë injektimin në këtë sektor të 1 miliardë eurove në vit, vetëm sa i takon rezidencave dhe hoteleve. Nga 11 milion metra katror të dhëna për këtë qëllim, shumica e lejeve për 7 milion metra katror ndërtim që janë lëshuar 5 vitet e fundit janë të përqendruara në kryeqytet dhe një pjesë tjetër të konsiderueshme e zon ndërtimet në zona turistike. Ndërtimi dhe sektori imobiliar janë dy degët e vetme të ekonomisë që shënojnë rritje konstante në Shqipëri për gjatë dekadës së fundit, të shoqëruar dhe me rritje të çmimeve. Por vite më shumë, në Tiranë miratohen leje ndërtimi për objekte rezidenciale, kulla, qendra tregtare dhe hotele, të cilat kanë rritur me disa herë kapacitetet e banimit, por pavarësisht ofertës së lartë që ka tregu, çmimet vazhdojnë të rriten në mënyrë konstante. Çmimet e ngjashme me kryeqendrat e Europës apo të vendeve të G7, po shfaqen dhe në Tiranë. Qendra, parku i liçenit artificial, zona e ish-bllokut dhe ajo afër stadiumit Arena nisin me çmimet e apartamenteve nga 3.000 euro për metër katror në godinat e reja që po ndërtohen në parkun e liçenit artificial, ku çmimi një sipërfaqeje varion mes 7 deri në 10.000 euro për metër katror. Sipas indeksit Fisher që publikon Banka e Shqipërisë, çmimet e rezidencave të banimit në kryeqytet janë rritur me 40% në vitet e fundit, ndërsa në gjysmën e parë të vitit 2024 u rritën me 16.9% krahasuar me fundin e vitit 2023, ku rekordin e shënoi kryeqyteti me një rritje të çmimeve me normën 25.3%. Indeksi Fisher i çmimit të banesave në rang vendi shënoi rritje të ndjeshme me 16.9% në krahasim me 6 mujorin e kaluar dhe me 8% ndaj një viti më parë. Indeksi i çmimet për shitjet në kryeqytet regjistroi gjithashtu një rritje prej 23.5% ndaj periudhës paraarse dhe 11% ndaj nivelit të një viti më parë. Ecuria e indeksit është përcaktuar kryesisht nga çmimet më të rritura të raportuara, sidomos për zonat qendrore të kryeqytetit, ato në qytetet bregdetare dhe në zonat e tjera nuk kanë paraqitur ndryshime të rëndësishme. Agjentët raportojnë rritjen në kërkesës për qiramarrje, si për banesa, ashtu edhe për prona tregtare dhe çmimet e qiras kanë shënuar rritje. Aktiviteti i dhënies dhe marrjes së pronave me qira është përqendruar në rajonin e kryeqytetit dhe veçanërisht në zonën e qendrës. Nuk është problemi sepse po rriten çmimet. Problemi është se këto po shiten. Çka do të thotë që janë njerëz të gatshëm për të paguar 7 në 10.000 euro për metër katror, duke dalë jashtë çdo logjike ekonomike që mund të ofrojë një vend si puna e Shqipërisë. Duhet pasur parasysh, Shqipëria ka një GDP gati 25 miliardë.
dollar. Pra ka një të ardhur përfrym diku te rreth $10,000 për person. Dhe nëse një vend me të ardhur përfrym $10,000 për person ka çmime kaq të shtrenjta prone në disproporcion me nivelin e vet ekonomik, pra në disproporcion me ekuilibrin ekonomik, i cili do duhet të ruhej mes të ardhurave përfrym dhe çmimit të pasurive të paluajtshme, kjo tregon që një pjesë e mirë e këtyre të ardhurave të cilat realizohen nuk vijnë nga ekonomia e brendshme. Vështirësia e çmimeve të larta ka bërë që blerja e një apartamenti të jetë një plan i pamundur për një pjesë të mirë të familjeve shqiptare. Vështirësitë bëhen dhe më të mëdha për familjet që kanë të ardhura më të ulta. Për ata me paga €400 në muaj, nëse njëra pag do të dedikohej gjitha për të mbledhur për blerjen e një shtëpie ose për të paguar kredinë e saj dhe tjetra për të jetuar, do të duheshin minimalisht 21 vjet kursime. Por po të tentojë që banesa të blihej afër unazës së vogël ose brenda saj. Çmimet variojnë mes 2.000 deri në 2.300 euro për metër katror. Një familje mesatare do t'i duheshin 25 deri në 30 vjet kursime dhe një familje mbi mesatare me pagën e 2 anëtarëve 1.000 euro do t'i duheshin 15 vjet kursime. Ecuria e tregut të ndërtimit po kthehet tashmë në një problem social, i cili nuk po nxitet nga faktorët ekonomik, të cilët shpërndajnë të ardhurat në të gjitha shtresat e popullatës, ndaj shumica e qytetarëve po paguajnë kosto të larta për të mbajtur në këmbë industrinë e parave të pista. Ajo që mund ta masi më së miri rritjen e çmimeve është lidhja e sektorit të ndërtimit me pagën mesatare, e cila në një farë mënyrë tregon dhe aftësinë paguese të popullsisë apo të individëve të ndryshëm për të arritur të jenë pjesa e kërkesës në treg. Dhe natyrisht, duke kaluar vitet, kjo diferencë midis pagës mesatare dhe çmimeve rritet për arsye të cilat vijnë jo thjesht nga paaftësia paguese, por nga element që kanë ndikuar sektorin e ndërtimit, i cili ka një historik të hershëm të informalitetit. Në vitet e fundit janë shtuar elemente të tillë që duke ndikuar te oferta në mënyrë spekulative më së shumti sesa në mënyrë të lidhur me tregun dhe me zhvillimet, natyrisht që ka bërë të lloj diferencë dhe ka ndikuar pastaj duke orientuar si ofertën në pjesën e pasurive paluajtshme për zonat urbane si Tirana dhe Durrësi apo pjesë të lidhura me këto që vjen edhe nga një kërkesë e zhvendosjes popullsisë, por më së shumti kjo pastaj është pjesë e pastrimit parave e cila orientohet dhe është më përqendruar sipas analizave që kemi bërë në zonat e Bregdetit dhe në zonat turistike. Sa zhvillimi i biznesit që bën në Tiranë? Si mund të justifikosh ti blerjen e një prone me $10,000 metri katror, kur zhvillimi i biznesit që bëhet në Tiranë është shumë i vogël? Sepse ekonomia e Shqipërisë është e vogël. Pra ne nuk është se jemi New Yorku, nuk jemi Londra, apo nuk jemi Frankfurti apo Berlini, ku vërtet ti mund të paguash shifra të tilla, apo Milano, që ti paguan $10,000 për të marrë një zyrë në Milano, por ti ke të bësh me një hub i cili qarkullon diku tek rreth 200-300 miliardë euro. Të dhënat demografike tregojnë se dhe ritmi i popullsisë në Shqipëri është në rënje vitet e fundit. Popullsia e Shqipërisë në vitin 2011 ishte 2.82 milion banor, të përshtatur në 722.000 njësi ekonomike familjare, të cilat akomodoheshin në 706.000 banesa. Numri mesatar i anëtarëve të një familje në këtë periudhë ishte 3.9. Sipas censusit të vitit 2023, numri familjeve është rritur me 760.000 ose 4.9%, ndërsa numri shtëpive të pabanuara është 3.5 fishuar, nga 101.000 në vitin 2011 në 356.000 në vitin 2023. Afërsisht 1 në 3 njësi në vendin tonë janë bosh, krahasuar me 1 në 5 njësi ishte stoku 12 vjet më parë. Këtyre të dhënave i shtohet dhe fakti që popullsia e Shqipërisë është kurrur me 400.000 banor, krahasuar me vitin 2011. Paksimi i popullsisë në 10 vitet e fundit është shpaktë me 1.15% në vit, gjë që do të thotë një paksim i ndjeshëm, dhe natyrisht nuk është se popullsia është shtuar edhe nga aspekti i lindshmërisë, pasi edhe kjo ka problematikat e veta dhe nuk e ka arritur dot ta zvendësojë emigrimin. Nga ana tjetër, zhvendosja e popullsisë në Tiranë është në nivele të tilla që përballon një pjesë të kërkesës edhe duke orientuar tregun, por më së shumti nuk është kërkesë për ato që flasin për apartamente apo për pjesë akomodimi me çmime të shtrenjta. Pjesa tjetër që lidhet te oferta dhe e cila është deri nga sa kemi parë në 2 milion metra katror në vit, të paktën vitet e fundit, natyrisht që nuk i përgjigjet një kërkese të tillë që të lidhet thjesht vetëm me popullsinë.
Modeli ndërtimit të pallateve me densitet të lartë përfaqësohet më së miri nga kryeqyteti, dhe pse numri banorëve për Bashkinë Tiranë është rritur mesatarisht me 3400 banorë në vit, ose rreth 40.000 më shumë gjatë 12 viteve të fundit. Të dhënat sugjerojnë se në Tiranë janë dhënë leje për të ndërtuar afërsisht 75.000 apartamente më shumë se nevoja reale për akomodimin e familjeve. Sipas të dhënave që rrjedhin si rezultat i censusit, numri më i lartë i tipologjisë së shtëpive të pabanuara është e llojit pallat, me 170.000 ambiente bosh, të ndjekura nga banesat individuale me 148.000 dhe 37.000 shtëpi të veçuara. Për Tiranën, numri i banesave bosh në pallate është 40.000. Sipas llogaritjeve të tërthorta, të kombinuara me të dhënat e censusit dhe ato të konsumit të energjisë elektrike, afërsisht 52.000 banesa në kryeqytet janë të pabanuara, ndërsa sipërfaqet për ndërtim vazhdojnë të shtohen. Sipas projeksioneve, nëse banorët e kryeqytetit do të kenë trendin normal të shtimit të popullsisë, shtëpitë e pabanuara do të kërkonin të paktën 45 vjet për të zeruar stokun që është. Të dhënat zyrtare të siguruara nga Kronos tregojnë se numri i abonentëve të cilët kanë një kontratë të lidhur me kompaninë e shpërndarjes së energjisë OSHE në kryeqytet gjatë vitit 2024 ishte 300.000 dhe nga këta 60.000 janë klientë të cilët nuk kanë konsumuar asnjë kilovator energji elektrike. Kjo shifër u konfirmua dhe nga rezultatet e censit të banesave që publikoi Instat, ku shtëpit bosh për kryeqytetin në vitin 2023 ishin 52.781. Totali banesave që janë bosh në Tiranë është afërsisht 21.5%, pa llogaritur godinat rezidenciale që janë në proces ndërtimi. Numri i apartamenteve të pabanuara në qytetin kryesor të vendit është rritur në mënyrë eksponenciale prej vitit 2018 me 3.5 herë më shumë. Në vitin 2018 ishin 14.991 banesa që konsumonin zero energji elektrike. Në vitin 2020, numri u rrit në 17.889 dhe kapi piku në vitin 2022 dhe 2023, ku rezultuan 48.595 shtëpi të pabanuara për 2022 dhe 51.129 për vitin e shkuar. Zonat me numrin më të lartë të apartamenteve bosh janë ato që furnizohen nga nën stacioni i Tiranës përgjatë Selitës dhe kombinatit, të ndjekura nga ato që furnizohen nga nën stacioni elektrik i qendrës Tirana 1, që janë lagjet brenda unazës së vogël qendrës dhe Don Boskos, dhe në stacioni Tirana 3 me abonent rezident në zonën përreth Laprakës, Vorrës dhe Kamzës. Vimi i politikës për të ndërtuar kur oferta në treg është e lartë, sipas ekspertëve, rezulton të jetë një absurd logjik që nuk vjen nga kërkesa e lartë e tregut, por nga një faktor i padukshëm, siç është ekonomia informale dhe paratë e pista. Nëse do të kishim një rritje të kërkesës natyrore, do të shikonim ulje të numrit të apartamenteve bosh. Pse? Sepse familjet do të vinin dhe do të banonin ato apartamente. Fakti që ne shikojmë një rritje të apartamenteve bosh, do të thotë që njerëzit të cilët i kanë blerë këto apartamente, nuk i kanë blerë për të banuar. Por nëse heqim pjesën e të banuar, për çfarë mund ta blesh tjetër një apartament? Është thjesht metoda më tradicionale tashmë, sepse gati 10 vjet e përdorur nga njerëzit që duan të pastrojnë para, duke depozituar paratë e pista në atë që quhet llaçe tulla, si i thonë në gjuhën e përditshme, ose duke i bërë apartamente ato me qëllim që të shiten në një moment tjetër të dytë, duke ruajtur shumë vlerën. Një pjesë e mirë e atyre çfarë duan të pastrojnë para, dhe këtu nuk ndodh vetëm me ata që janë rezident, po dhe të huaj, të cilët bëjnë evazion apo bëjnë vepra penale ande dhe natyrisht gjenerojnë të ardhura, vini pastrojnë në sektorin jo thjesht të ndërtimit, po të pasurive të paluajtshme. Pra janë ata që marrin këto banesa dhe i lënë gjendje duke e mbajtur kapitalin të ngurtësuar. Natyrisht që kjo nuk i intereson ekonomisë, pasi një ekonomi e cila ka të mbërthyer një pjesë të mirë të kapitaleve në këtë sektor, ngelet anemike, dhe ne kemi parë në atë zhvillimin i cili bazohet kryesisht nga ndërtimi dhe nga turizmi i cili dedikohet akomodimit. Në një situatë normale, numri i lartë i apartamenteve të pashitura ose do të ngrinte çmimet, ose do të shënonte fillimin e një trajektore rënëse të tyre për të nisur më pas shfryrjen e flluskës. Në Shqipëri po ndodhe kundërta. Ka kapacitete të reja dhe tregu gjithnjë më shumë kërkon të ndërtojë. Shumica e lejeve të reja tashmë janë përqendruar në rezidenca turistike në zonat bregdetare dhe në kulla, që po pushtojnë gjithnjë më shumë qellin e Tiranës. Vlera e investimit për këto ndërtesa në bazë të lejeve të ndërtimit të miratuara gjatë vitit 2024 është 1 miliard euro për të gjithë Shqipërinë, ku 880 milion euro janë investime për rezidenca, banime dhe hotele në Tiranë. Në bazë të volumit të dhënë për ndërtim gjatë 2 viteve të fundit,
Numri i hapësirave të banimit në kryeqytet projektohet të shtohet me të paktën 30.000 njësi të tjera, të cilat do të kenë një vlerë në tregun imobiliar të paktën 3.6 miliardë euro. Statistikat zyrtare që raportojnë bankat pranë Bankës Qendrore tregojnë se vetëm gjysma e shitblerjeve të pasurive të patundshme një vit më parë u mundsuan nga kredit bankare. Rreth 53% e pronave për banim dhe atyre për përdorim tregtar të shitura prej agjentëve janë blerë me ua bankare. Nga këto, në 60% të rasteve, kredia ka mbuluar deri në 60% të vlerës, ndërsa 27% e banesave të shitura janë raportuar të blera nga shtetas jo rezident. Nga këta rreth 61% rezultojnë shtetas të vendeve të BE-s. Koha mesatare e shitjes së banesave në rag vendi ra shumë lehtë, në 10.5 muaj nga 10.9 muaj në vrojtimin e mëparshëm. Për Tiranën, koha mesatare e shitjes është rritur lehtë në 9.7 nga 8.3 muaj. Koha mesatare për shitje në zonat bregdetare është shkurtuar ndjeshëm në 5.9 nga 10.9 muaj, ndërsa për zonat të tjera kohëzgjate e shitjes ishte vetëm pak më e shkurtër se sa 6 mujorin e kaluar, duke rënë nga 13.6 në 12.9 muaj. Agjentët presin rritje të çmimit dhe rritje të numrit të pronave të regjistruar për shitje. Kredia për të mbështetur tregun e blerjes së shtëpive për vitin 2024 ishte 1 miliard euro, e ndarë në 670 milion euro për bizneset që kanë blerë pasuri të patundshme dhe 550 milion euro për individët. Në total, aktiviteti imobiliar prodhoi vitin e shkuar 1.36 miliard euro vlerë në ekonomi, ku 160 milion euro nuk shpjegohen nga financimi i bankave. Diferencën më të madhe e ka ndërtimi, ku rezulton se kompanitë në këtë sektor janë financuar në total me 470 milion euro, ndërsa është prodhuar një vlerë në masën e 2.2 miliardë eurove. Afërsisht 2 miliardë euro të prodhuara nga ky sektor nuk kanë si financim bankat. Nëse u zbresim dhe vlerën 1 miliardë euro të investimeve në infrastrukturë të qeverisë, në total do të rezultonin 1.2 miliardë euro të investuara që nuk justifikojnë burimin e origjinës së paras. Sipas ekspertëve, në llogaritë kombëtare nuk pasqyrohet ekonomia informale, ndaj dhe diferencat mund të lidhen me para që nuk u shpjegohet origjina, por që kalojnë lirshëm në kanale formale, siç janë bankat apo kompani që deklarojnë të ardhurat të pajustifikuara. Megjithatë, faktorët e rritjes ekonomike reale që nuk justifikohen nga fundamentet sugjerojnë se ekonomia informale është edhe më e lartë në vlerat e 1/3 së prodhimit kombëtar, sipas vlerësimeve të Bankës Botërore, shifër që do të përbënte një sasi prej 7 miliardë eurosh. Kjo po kthehet gjithnjë më tepër në shqetësim. Sepse Shqipëria gjithnjë më tepër po konsolidon pozitën e saj si një destinacion i pastrimit të parave. Ndërtimi pa bazë ekonomike, pa patur një plan të zhvillimit të infrastrukturës së shërbimeve publike dhe komunitare, duket se ka nisur të futë kryeqytetin në kaos që sot. Por ajo që askush nuk e di dhe nuk e parashikon dot, është nëse do të ketë një fluks që do të plas si rezultat nga goditja që do të jap tregu të ndërtimit, rubineti i parave të pista. Debatet se kush po i mban të larta çmimet e banesave dhe çfarë rrezikon kjo rritje për shpejtuar vitet e fundit, nuk kanë dhënë asnjë përfundim. Ajo që dihet nga teoritë ekonomike janë disa versione. Varianti i parë është kërkesa dhe oferta, që të shesësh në një treg, të duhet që të jesh i dëshirueshëm nga konsumatori. Në Shqipëri ka kërkesë për të blerë shtëpi. Çështja është nëse përputhet me volumin që po ndërtohet. Teoria e dytë që shpjegon çmimin është ajo e kostos. Nëse kërkesa e lartë sjell çmime të larta, edhe kosto e lartë sjell çmim të lartë, por gjithnjë nëse produkti dhe çmimi pëlqehet nga tregu. Nëse vlera e mallit nuk do të pëlqejë, prodhuesi do të shikte mundësinë për të minimizuar kostot. Në Shqipëri nuk ka ndodhur as kjo. Kostot në industrinë e ndërtimit janë rritur, e bashkë me to edhe barra e taksave që ngarkohet këtij sektori. Ndaj çmimet e larta kur kërkesa ka një kurbë normale, vijojnë të mbeten të pashpjeguara nga faktorët ekonomik. Depozitat bankare nga ana tjetër janë rritur me 500 milion euro gjatë vitit 2024 krahasuar me dhjetorin e vitit 2023 me një normë dhjetore 8.4%, çka tregon se blerjet e banesave nuk lidhen me kursimet në banka. Por dhe për ekspertët, volumi shitjeve për emigrantët apo të huaj që vinë për të jetuar në Shqipëri nuk justifikohet me ritmin e rritjes së industrisë së ndërtimit. Numri të huajve që aplikuan për leje qëndrimi gjatë vitit 2023 ishte 12.430, nga të cilët afërsisht gjysmët bëjnë pjesë në vende si Siria, Bangladeshi dhe Filipinet, ku një pjesë vinë për të kaluar tranzit drejt Europës e një pjesë tjetër për të punuar. Sikur i gjithë numrit të huajve të llogaritej në blerjen e banesave që ndërtohen, kërkesa e tyre nuk do të kalonte më shumë se 1000 metra katror ndërtim, po të llogaritnim që secili prej tyre do të blinte nga një apartament. Një pjesë e mirë e asaj çfarë është kërkesë në treg vjen nga ajo që quhet diasporë në shumëllojshmërinë e saj, nga
ata që mund të jenë investitor të huaj, por dhe vendas të cilët në më së shumti joshen nga pjesa e atyre çfarë lidhen me shtimin e numrit vizitore, por kuptohet tu pastaj në ndërtim duhet t'i ndajmë në mes ka pastrim parave të cilët e shtojnë këto ofertë. Vitet e fundit, investimet e huaja direkte në pasuri të patundshme janë 6 fishuar. Sipas të dhënave zyrtare të bilancit të pagesave, në vitin 2015, sasia e parave që hynte nga jashtë për të financuar blerjet e pasurive ishte 24 milion euro, ndërsa në vitin 2022 arriti në 291 milion euro, ndërsa për vitin 2023 investimet e huaja në asete të tregut imobiliar ishin 323 milion euro. Ekspertët thonë se një pjesë e këtyre parave janë nga individët cilët shohin të ardhmen e pensionit në Shqipëri dhe emigrantët që investojnë në këtë sektor, por një pjesë e madhe është paragri, të cilës nuk i dihet burimi. Në vitin 2024, tendenca e investimeve nga jashtë në pasuri të patundshme rezultoi në rritje. Për vitin 2023, blerjet e banesave nga jashtë për 9 mujorin e parë ishin 222 milion euro, ndërsa për periudhën janar-shtator të vitit të shkuar, lukset nga jashtë për financimin e sektorit imobiliar arritën në 269 milion euro, 17% më shumë në raport me një vit më parë. Futjen e parave të pista në industrinë e ndërtimit nuk e vërtetojnë vetëm faktorët ekonomik, por edhe raporti vlerësimit kombëtar të riskut, që ka hartuar Agjencia e Inteligjencës Financiare. Raporti dhjetorit të vitit 2023 mbulos ndërtimin si sektorin kryesor ku pastrohen paratë e pista, duke nxjerr bankat si kanalin kryesor të transferimit të tyre. Sektorët ekonomik më të ndjeshëm ndaj pastrimit të parave janë sektori pasurive të paluajtshme, ndërtimi, tregtia, sektori i shërbimeve telematike, call center dhe konsulenca në fushën ekonomike dhe ligjore. 33% apo 1/3 e investimeve të huaja që kanë ardhur në rritje orientohet pikërisht te pasuritë e paluajtshme, pra jo te procesi i ndërtimit, pasi këta vinë dhe blejnë asete dhe këtu nuk futen vetëm individ, po futen dhe biznese të ndryshme. Ajo çfarë duhet bëhet publike nga drejtoritë përkatëse inteligjencës financiare dhe të tjera, është na tregoj se si këto vinë nga zona offshore, të cilat pikërisht thelbin e tyre kanë dyshueshmërinë e burimit, dhe gjenerohen thjesht në pasuritë e paluajtshme, pasi në vetvete Shqipëria vërtet përbën një treg interesant dhe në zhvillim për sa i përket ndërtimit dhe turizmit, por ka dhe rrisje të caktuara të cilat një investitor serioz i merr në konsiderat për sa i përket qëndrueshmërisë së asaj çfarë bën si investim. Raporti konstaton se në skemat për të pastruar paratë e pista, përfshihen element ndërkombëtar me kompani të regjistruara në parajsa fiskale, por dhe biznese ekzistuese në Shqipëri, duke komplikuar zbulimin e tyre. Skemat rast pas rasti përfshin edhe element ndërkombëtar të krijuar qëllimisht apo edhe përfshirjen e bizneseve ekzistuese, element që synojnë të pengojnë identifikimin, gjurmimin e burimit dhe qëllimin përfundimtar të përdorimit të ardhurave kriminale. Bankat dhe profesionet e lira përdoren masivisht për të kaluar transferta të parave me burime të jashtëligjshme. Kanalet më të përdoruar janë sistemi bankar dhe kategoria të profesioneve të caktuara jo financiare. Ky rezultat bazohet në disa aspekte, si natyra e ekonomisë në vendin tonë, e cila përfshin kategori subjektësh tradicional dhe të përqendruar kryesisht në sektorin bankar, ndërkohë që subjektet e tjera financiare janë ende në zhvillim minimal krahasuar me bankat. Edhe raporti Departamentit Amerikan të Shtetit e konsideron sektorin e ndërtimit dhe pasurive të patundshme si degën kryesore që përdoret për pastrimin e parave të pista. Paratë e dërguara nga jashtë, remitancat dhe investimet nga jashtë ndonjëherë fshehin burimet e fondeve. Kriminalët pastrojnë të ardhura përmes blerjeve të pasurive të paluajtshme, projekteve të ndërtimit, aseteve virtuale dhe zhvillim të bizneseve. Të gjithë e dinë tashmë që paratë siguruar në rrugë të palishme, jashtë Shqipërisë. Jo vetëm për ato që bëjmë brenda Shqipërisë. Interesi i partnerëve është për paratë që bëhen jashtë Shqipërisë. Vinë në Shqipëri dhe akomodohen duke u pastruar në sektor të ndryshëm. Departamenti i Shtetit vë pikën mbi i për atë që thuhet dhe bën një përmbledhje të asaj çfarë konstatohet bazuar dhe mbi metodologjitë që ata i përdorin për shumë vende. Natyrisht Shqipëria e ka tejkaluar sensin e masës pasi një ofertë e tillë në treg ndodhe në vendet përreth, por kanë një zbatueshmëri më të madhe të ligjit përkatës, qoftë për sektorin e ndërtimit, qoftë dhe të ligjeve fiskale. Skemat e zbuluara nga hetimet e prokurorisë konfirmojnë se paratë e grupeve kriminale dhe të korrupsionit investohen në pasuri të patundshme.
Pastrimi i parave vijon të mbetet një ndër krimet më të përhapura te grupet kriminale shqiptare. Vjetëres se ka një rritje të përdorimit të shoqërive tregtare, të cilat shërbejnë për të marrë dhe transferuar paratë fituara nëpërmjet veprimtarive kriminale, duke i shpërndar ato nëpërmjet investimeve dhe transaksioneve tregtare të rregullta. Investimet në prona të luajshme dhe pasuri të paluajshme mbeten ende format më të preferuara të pastrimit të parave, kryesisht apartamente, ndërtesa, truall, pemishte, njësi shërbimi e të tjerë, qoftë në qytetin e Tiranës, por dhe në zonat turistike bregdetare, Vlorë, Durrës dhe Lezhë. Arsyet se përse sektori ndërtimit është bërë tërheqës për të pastruar parat, lidhet me kostun e ulët të pastrimit në këtë industri, që është e përjashtuar nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Një tjetër pikë është lëvizja që mund të bëhet me volumet e deklaruara të materialeve që investohen, dhe tjetra lidhet me çmimet e referencës, të cilat për shumicën e zonave janë 3 herë më të ulta se tregu, duke bërë që blerja e një njësie banimi të deklarohet me ulët dhe pjesa tjetër të jepet në formën e keshit. Ndërtimi është pjesë e sektorit prioritar pikërisht për shkak të mekanikës së procesit e para dhe fizionomisë arkitekturës së procesit. Pra të dyja këto kanë ndikuar që ndërtimi të jetë çik më i lehtë për të pastruar para dhe pastron para me shumicë. Pra çfarë do të thotë? Një objekt kushton 100.000 euro. Pra një shtëpi, nëse ti do të futesh në ndërtim, një shtëpi kushton 100.000 euro. Nëse ti do të pastrosh me shërbime ndryshme, ku diun lavazh apo ku diun do të duhet shumë të pastrosh 100.000 euro. Pra do kohë. Dërsa te shtëpia më njëherë pa bleve një apartament, pastrove 100, bleve 2, pastrove 200. Më kupton? Blen 10, pastrove 1 milion euro. Me shërbime do duash, të pastrosh 1 milion euro do duhen 3, 4, 5 vite. Se si do t'jetë tesoria e këtij tregu është surprizë. Madje vetë qeveria, e cila i ka hapur dyert investimit në këtë sektor, bën thirrje për blerje të apartamenteve, pasi çmimet sipas saj pritet të trefishohen. Por reklamohet fort nga ana e qeverisë. Pra, del kryeministri dhe thotë vlera e pronës do të dyfishohet. Më fal, një vend është atraktiv për familjet në momentin kur prona është e lirë dhe pagat janë të larta. Pra, kush është vendi ideal ku çdo familje dëshiron të jetojë? Aty ku prona është e lirë, ti mund të blesh një shtëpi më kollaj dhe paga është e lartë, ku ti të ardhuat i ke më të lartë. Shqipëria ka të kundërtën. Ne kemi pronën shumë të shtrenjtë dhe pagat i kemi të ulta. Çka shkon në kundërshtim me interesin e qytetarëve shqiptar. Nuk ka është interesi familjeve të rritet vlera e pronës. Ata që kanë një pronë që do ta shesin, po të blenë tjetër prapë të shtrenjtë do e blenë, ata dalin 0-0. Pra nuk është se të rritet vetëm shitjet. Edhe kur të blesh ti një pronë tjetër, do dalësh 0-0, sepse shitu dhe prona që do blesh. Më kupton? Të vetmi që fitojnë kush janë? Ata që duan të largojnë nga Shqipëria. Jemi kthyer në studio dhe për të diskutuar për këtë temë na është bashkuar Dorian Teliti, nënkryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës. Dori, shumë faleminderit që jeni. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Faleminderit ju. Pikë së pari doja t'ju pyesja cili është modeli ekonomisë që po ofron Shqipëria vitet e fundit, pasi është bazuar vetëm tek ndërtimi dhe turizmi. Fatkeqësisht, ekonomia shqiptare nuk bazohet më te prodhimi. Siç tregon statistikat zyrtare të vetin statit, institucioni qendror qeveritar, shtetëror, tashmë kemi vetëm 2 sektorë që po mbajnë në këmbë ekonominë shqiptare, që është ndërtimi dhe turizmi. Por ajo që do të thënë që ndonse ne kemi një rritje ekonomike pozitive, kjo rritje ekonomike nuk është gjithëpërfshirëse, pra nuk është e prekshme nga të tërë. Nuk është ekonomia e cila vjen nga prodhimi, që vjen nga hapja e vendeve të punës, që vjen nga përmirësimi i bilancit ton tregtar, që vjen nga fuqizimi i monedhës kombëtare në mënyrë të shpjegueshme sipas modeleve ekonomike dhe ekonometrike, jo se çka ndodh në realitetin shqiptar, që kemi një fuqizim të monedhës shqiptare që nuk përkon me asnjë modele dhe nuk ka ekonomist që ta shpjegojë të fuqizimit të monedhës kombëtare brenda, le të themi, kontureve të një ekonomie të shëndosh e cila vepron sipas rregullave të tregut, rregullave zyrtare, ligjore dhe konkurrencës lidhje ndershme. Kemi problematikë e cila është për të theksuar sepse është diçka për të thënë, turizmi ndërtimi nuk është i përjetshëm. Vjen një moment i cili do stopojë, vjen një moment që ndalon. Ndryshe nga sektorët e prodhimit, nga sektorët e tjerë, bujësia, kështu me radhë, të cilat shërbimet, të cilat kanë një vazhdimsi, kanë një periodicitet, i cili përkon edhe me harku kohor të vitit, pra edhe me viti kalendarik, që vit pas viti, domethënë, gjithmonë janë produkte madhe dhe shpejt që kërkohen nga qytetarët, që kërkohen nga supermarketet, që kërkohen nga aktorët e tregut. Ndërsa sektori i ndërtimit, po edhe i turizmit, janë të varur, le të themi, edhe nga momentet caktuara, janë të duhatshëm dhe nuk janë të qëndrueshëm. Gjë që bën akoma dhe më shqetësuese,
që edhe këtë rritje ekonomike që ne kemi, që nuk është gjithëpërfshirëse, kjo në afat mesë dhe në afat gjatë mund të rezultoj edhe jo e qëndrueshme. Dhe siç është treguar dhe siç është parë, edhe nga historiku ekonomik i vendeve të tjera, që kanë pasur ekonomi të ngjashme me tonën, me problematika të ngjashme me këtë tonën, gjithmonë vinte pastaj një moment i caktuar që mund të kesh ato elemente të fluckës, mund të kesh elemente të fryrjes, mund të kesh ato elementet që ka një mosbarazim shumë të lartë, ose diferencë shumë të madhe midis kërkesës dhe ofertës, e cila pastaj përkthehet edhe në një frikë deri diku ose në një problematikë e cila përkthehet në të treg e cila më pas shkon edhe në ato flucka të mëdha, po themi krizat të disa mujore apo disa vjeçare të sektorëve ndërtimit. Kështu që me të vërtet sektori i ndërtimit ka evoluar shumë të vite, por në mënyrë të pashpjegueshme. Pra nuk shpjegohet me ato parimet që bazohet një treg që të zhvillohet parimet e konkurrencës që janë ndershme, po sidomos me parimet e kërkesës ofertës, e cila është baza e çdo lloji jetese bashkëjetese në sektorin ekonomisë. Sipas disa llogaritjeve të bëra në bazë të lejeve të ndërtimit të dhëna për rezidenca në kryeqytet, janë diku tek rreth 75.000 apartamente më shumë se sa numri banorëve që kanë ardhur në Tiranë këto vite. A kemi në këndvështrimin tënd, a kemi një diagonale të drejtë sot mes kërkesës dhe ofertës? Pra shohim që ka ndërtime, por a është e njëjtë kërkesa me ofertën? Shiko, kërkesa dhe oferta çdo thotë, unë dua të blej shtëpi, po duhet të kem likuiditetin. Ka fuqi blerëse kjo. Duhet të kem likuiditetin apo mundësinë për të shkuar në sektorin bankar për të marrë kredi. Me këto çmime që janë sot, një çift i cili paguhet, burrë e grua, pa fëmijë, pra që nuk kanë koston e rritjes së fëmijëve, i cili paguhet dhe pak mesatare sot. Pra po them 1 milion në 1.500 euro, të dy bashkë 1.600 e 1.700 euro. I duhet 70 vite kredi për të marrë një apartament, 2 dhomë kuzhinë, 80-90 metra katror në zonat normale të Tiranës. Jo në zonat ku shiten me 4.000, 5.000, 6.000 të tërësisht të pak se sushme. Po të lidhim pak tek stoku, sepse kemi dëgjuar për vite me radhë fabulën që Tirana është një qytet shumë i madh, jeton gjysma e Shqipërisë këtu, dhe ne prandaj i japim lejet se ka kërkesë. Në fakt dolën të dhënat e censusit që u bë dhe regjistrimi, edhe në nivel bashkie edhe në nivel qarku, 40.000 ishte rritur numri i popullatës për Tiranën dhe po të apjestojmë me numrin mesatar të familjeve si pasin statit, atëherë kërkesa për të blerë nuk do t'ishte më shumë se 15.000 apartamente. Tani, pse na del ky stoku 75.000 dhe këti të gjithë turen sërish të kërkojnë leje ndërtimi për kulla dhe sërish presim edhe mbledhje të tjera të Këshillit Kombëtar të Territorit që të miratoj këto leje. Kjo është pak a shumë logjika për të shkuar pastaj dhe te dëmi social që ka bërë. Pra, në vijim të kësaj që thatë ju e nderuar dhe asaj që po thosha pak më përpara, kjo është problematika. Që sot mbi 90% e popullatës Tiranës e ka të pamundur të aksesojnë në sektorin e drejtë për të blerë një apartament. Sa do i vogël t'i sigur dhe dhomë kuzhinë tjetë. Të gjitha ndërtimet bëhen sot për maksimumi 10% të popullatës shqiptare dhe për ato që quhen parat që vinë nga emigracione. Parat që vinë nga jashtë. Po të keni kontakte, besoj keni pasur, unë kam pasur shpesh kontaktet me përfaqësues të ndryshëm të biznesit dhe para disa javësh madje kam pasur edhe me agjensitë imobiliare, pra që bëjnë, le themi, shkëmbimin e kërkesën dhe ofertës, shitblerjen. Ata më thanë diçka, të gjithë shpresa jonë është ata që parat që vinë nga jashtë dhe të parat që qarkullojnë këtu, por që nuk janë në kanalet zyrtare. Çdo kontratë bëhet me çmim reference, shitblerje, ndërkohë që ne dimë shumë që referenca në tregun e Tiranës me realitetin e shitjes në tregun e Tiranës ka diferencë me 3-4 herë në varësi të zonave ndryshme. Marrim thjesht rastin konkret. Në blok referenca është më ulët se sa 2.000 euro, shitblerjet janë 5.000 deri në 6.000 euro. Kjo për apartamentet. Për dyqanet është 2 fish apo edhe 3 fish më lartë, pra pjesën e bizneseve, gjë e cila tregon diferencë shumë madhe. Tani nga vijnë këto para? Këto para është që vinë këtu dhe janë sasi të mërësisht të mëdha, që neve nuk kemi mundësi ndoshta t'i masim, të themi konkretisht, po unë do të them vetëm një element, të cilët tregon në vijat përgjithshme se sa para qarkullon në Tiranë kryesisht, sepse zona kryesore e të bërit biznes është Tirana, për gjithë Shqipërinë. Në dhjetor të vitit 2024, pra 3 muaj më parë, nga thesari i shtetit u paguan 180 miliardë lekë të reja pagesa. 8 herë më tepër se sa muajt më parshëm. Sepse u bën disa vite që buxheti i shtetit në masën 1/3 e saj zaurohet vetëm 4 javë të fundit. Pra është lek i hedhur në tregun shqiptar. Edhe kursi i këmbimit është kërkesë ofertë funditës. Sa para lek kanë treg dhe sa euro kanë treg edhe moneda të tjera dhe bëhet kursi i këmbimit. Momentin që hidhen 1.8 miliardë euro por në kundra valutës shqiptare dhe kursi i këmbimit s'po lëvizë absolutisht fare,
Kjo tregon që do të ketë disa herë më tepër në tregun shqiptar, në formatin jo zyrtar të saj, që qarkullon, do të ketë disa herë më tepër para monedh të euros, që e bë atë pamundur, që u hidh kanë 180 miliard lekë treja, apo kundra valuta 1.8 miliard eurove, në vetëm 3 javë, data 5-6 dhjetor, deri data 20-25 dhjetor, hidhet gjithë kjo sasi gjigande valute, leku shqiptar në fali, dhe kursi i këmbimit nuk ndryshon. Pra kjo tregon atë sasinë e madhe të para që ndodhet në Shqipëri, ndodhet fizikisht në Shqipëri, po ndodhet jashtë sistemit bankar, e cila pastaj ku do shkoj? Normalisht paraja që ose të jenë banë poshtë stikut dihet nuk ka vlerë. Paraja merr vlerë kur ti shkon dhe shkëmben atë me një mall me një shërbim të caktuar. Dhe cila është mënyra më e mirë, jo vetëm Shqipëri, por ka treguar edhe historiku botror. Cilat janë mënyrat më të mira, por shpeshherë më e mira për ta shkëmbyer atë është sektori i ndërtimit, sepse është i menjëhershëm, është me vlerë shumë të lartë, por që ka dhe atë perspektivën e imobiliares, e cila vit pas viti ruan të paktën vlerën e vet, për të mos thënë edhe rritet siç ka ndodhur në Shqipëri gjatë këtyre viteve. Pra në Shqipëri ka fenomeni që dhe pastrimi i paras si del me fitim. Ndërkohë që në vëndet botës ka fenomen pastrimi i paras, është normale. Çdo shoqëri kapitaliste e ka fenomenin e pastrimit paras, për ka në masë shumë të reduktuar. Jo problem strukturor. Jo problematik strukturor. E ka dhe problemin e evazionit, për ka në masë shumë të reduktuar. Dhe që nuk është i mbizotëron dhe i mbivendoset ekonomisë zyrtare dhe transaksioneve zyrtare. Ndërkohë fatkeqësisht ne shohim që Republikën e Shqipërisë shpeshherë në ca momente transaksionet antiligjore, po i themi ose jo zyrtare, i mbivendosen në sasi, i mbivendosen transaksioneve zyrtare që kalojnë vetë ndërmjet bankave ndërmjet njëra tjetrës, sipërmarrjeve ndërmjet njëra tjetrës, por edhe shtetit me sipërmarrjet dhe viceversa. Pra jemi në një situatë që është alarmante. Jemi në situatë që më thënë drejtë fatkeqësisht ka dalë jashtë kontrollit. Ka dalë jashtë kontrollit. Këtë mo ta shohim për shembull kemi Bankën e Shqipërisë, që 18 muaj më parë u mundua të futej në treg duke bler 400 milionë euro dhe nuk i ndryshoi kursi i këmbimit. Pra kemi arritur momente të caktuara ku dhe vetë institucionet po zhvishen, institucionet zyrtare po zhvishen nga instrumenti ndërhyrjes në treg. Edhe temë më vete se si kanë shkatruar gjithë linjën e prodhimit vendas dhe ka favorizuar importet kursi i këmbimit, po është më vete. Për të mbetur tek çështja e apartamenteve. Në fakt, raportet nuk përputhen si me numrin e popullatës që i shtohet çdo vit Tiranës edhe me numrin e transaksioneve të shitblerjeve që raportohen nga autoritetet publike. Por ka dhe një të dhënë tjetër të tërëftor që është konsumi i energjisë elektrike. Pra, një shtëpi është e banueshme në momentin që ka lidhur një kontratë të energjisë elektrike me kompaninë e shpërndarjes së energjisë OSHE. Por për Tiranën, për vitin 2024, rezultojnë afërsisht 60.000 apartamente të cilat nuk kanë shpenzuar asnjë kilovator energji elektrike. Tani, përse vazhdojmë të ndërtojmë dhe përse mbahen këto apartamente bosh, pra nuk jepen as me Airbnb, sepse është 60.000 mesatare e vjetore, jo e një muaji, as me Airbnb që janë qira ditore, as me qira, as në format të tjera investimi. Kush ka interes që të mbaj gjithë të sasi të madhe apartamentesh bosh? Është krimi organizuar, janë njerëz të cilët janë aventurierë dhe duan të investojnë me shpresën se do të rriten çmimet e pasurive të patundshme, apo edhe para korrupsione? Atëherë, le ta kthejmë, po t'ja përgjigjen në anën e kundërt. Nëse ne, që jemi këtu në të Tryezë, do të kishim një apartament, i cili me qira, apo me Airbnb do na siguronte 500, 600 apo 700 euro në muaj. Do e linim pa dhënë jo. Për ne kanë vlerë ato para. Këto para, dhe kjo vlerë besoj për të tërë. Pra kush do kishte një apartament, absolutisht nuk do linte bosh, do e fuste në punë, në xhiro ekonomike, që të qarkullonte, të siguronte të ardhura 500 euro, 700, 1.000. Janë të ardhura të cilat ndihen dhe kanë peshë në ekonominë tonë familjare. Tani problematika e cila është që ka shumë para që qarkullon tregun shqiptar që janë futur në setorin e shërbimit dhe shumë mund ja mora pakën përpara, dhe këta janë blerësit të radhë të tyre apartamenteve. Po të shkonë dhe të pyesin në agjensitë imobiliare, ata thonë në çdo 100 apartamente shitura nuk janë 100 klientela. Janë zakonisht 30, 40, maksimumi 50. Pra janë në një dorë. Janë të përshëndruara. Ku ke agjenci që punojnë për çdo 100 apartamente shesin, kanë vetëm 30 klient, pra mesatarisht nga 3 apartamente, 3 fiksat secili, ku 40 e maksimumi, ku 50. Pra ata që blenë sot në treg, nuk blenë disa. Janë të tjerë pasaj që mbinë edhe për që popullatës nuk blenë absolutisht fare. Nuk e kanë mundësin të blenë të dalin në treg.
Se do dalin në treg për 80 metra katror, 2 dhoma guzhin për i çifti i ri, që do bëhet me fëmijë nesër, dhe për ta blerë ato me 2500 euro metër katror, 200.000 euro. Të shkosh 200.000 euro vetë blerjen e shtëpisë, pa llogaritur mobilin, pa llogaritur gjëra tjera, kosto tjera, kur ti je me të ardhurë mesatare në Tiranë, po themi, është diçka që nuk e bën dot, është e pamundur ta bësh. Dhe kush i blen këto? Pyesim ata që shesin. Dhe ata vetëm në format konfidencial, nuk e thon dot format zyrtar, ta thon shumë qartë. Në çdo 100 apartamente që shiten, ke zakonisht 30, 40 deri në 50 klientel që mund t'i blejnë. Pra ata që blejnë me shumicë, dhe ata që nuk blejnë fare. Ne njohim njerëz, unë njoh njerëz që kanë 20-30 apartamente në pronësinë e tyre. Dhe duke qenë se kanë dhe shumë para të tjerë, nuk kanë të interesuar me sa duket në moment caktuar për t'i futur tonë në sektorin, le themi në sektorin për t'i hedhur në treg, që ato të sigurojnë ose Airbnb, të ardhurën nga Airbnb-a, të ardhurën nga qiraja kështu me radhë, dhe këto pikërisht përbëjnë këtë numrin. Një pjesë e vogël e këtij numri për hir të vërtetës janë edhe emigrantët, por është pjesë shumë e vogël. Pa shtimin të sinqert, nuk janë të tërë të 60.000 apartamentet. Po një pjesë e vogël 10 apo 15.000 prej tyre, maksimumi në rastin maksimal të tyre, janë emigrantët të cilët jetojnë jashtë, që mund të vinë në Shqipëri atë një javë, 2 javë, apo të një muaj të pushimeve që mund kryen, në rast se i kryen. Gjithmonë ata sa ata kanë problematikat e tyre. Zoti Teliti, po ta vëmë re në kryeqytet, ka diferencë të mëdha nga njëra zonë tek zona tjetër. Mund të thuash që nga periferia në qendër çmimi lëviz me ndoshta 4 herë. Pse kjo diferencë e madhe në këndvështrimin tënd dhe pse fokusi është gjithmonë qendra, qoftë për ndërtuar, por qoftë edhe për të blerë nga këto personazhe që ti i përmend? Shiko, çdo kush do donte më të mirën. Dhe Tirana ka një problematikë që Tirana po ndërtohet, por Tirana nuk po zhvillohet nga ana urbanistike, pra nga ana infrastrukturës saj. Më thoni, vitin e kaluar janë dhënë 1.5-1.6 milion në metra katror ndërtim, leje ndërtimi. Më thoni një rrugë të vetëm të re të ndërtuar. Se ku ndërtohen pallatet. Sa rikonstruksione rrugësh po bëhen tani? Jo rikonstruksione. Momenti që ti ke ndërtuar një pallat të ri, ai do thotë janë banorë të rinj që do vinë nga diku, do vinë nga një zonë tjetër. Mund të jenë nga periferia e Tiranës drejt qendrës së Tiranës, ose jetojnë në Tiranë 3. Dhe shoh vetëm pallate që ndërtohen, por nuk shoh infrastrukturë shtesë të re. Çdo thotë që infrastruktura është ekzistuese, mund të rikonstruohet, pra është përmirësimi i cilësisë, jo përmirësim sasiore. Në pallatet e reja janë cilësore në ndërtimin e tyre, por janë shtesë sasiore banorëve. Por mos thonë pastaj që 2 katet e para, 3 katet e para janë në ambiente zyre, të cilët janë e shtën akoma dhe më tepër fluksin, nëse një familje ka një makinë, atëherë çdo punonjës ka makinë vet. Gjithashtu ndërtohen edhe shërbimet komunitare. Momenti që neve shohim që në gjithë Tiranën dështohen ndërtime dita ditës, por infrastrukturë shtesë e re, gjurma të reja nuk ka. Kjo pastaj të bën ty që në momentin që ti do të zgjedhësh në periferisë që është pa infrastrukturë, me zonat më të qendrës, më tradicionale të Tiranës, që kanë një infrastrukturë të vogël, por gjithsesi e kanë një infrastrukturë, automatikisht të orientohesh drejt tyre. Neve kemi sot zona, për shembull, zona e Astirit. Është pa shkolla, pa çertë, pa kopshte. Qose ti je në çift i ri, pse do të shkosh atje? Shkon atje vetëm se çmimi mund të jetë më i lirë. Por ato para nesër janë zhon rrugës. Siqose unë jetoj në Tiranë 3, por kam zgjedhjen time. Unë kam vajzën time shumë, kam në shkollë private, por kam zgjedhje. Kam dhe shkollën shtetërore, kam dhe shkollën private. Dhe kam zgjedhur vetë ta çoj në shkollë private, por zgjedhja ime. Ndërkohë që ata që banorët të Astirit apo të kurorës liçent janë të detyruar. Ndonse takset e kanë paguar në sesion. Ndonse taksin e ndikimit të infrastrukturës kanë paguar në sesion. Ndonse takset lokale vit për vit i paguajnë në sesion. Ndonse taksin e pronës i paguajnë në sesion. Por tjetër gjë të kesh mundësinë e zgjedhjes, dhe kjo është e drejtë e çdo individi, dhe tjetër gjë të jesh i detyruar për të çuar fëmijët e tu në shkollë. Dhe kjo i bën shpesh herë njerëzit, të cilët të tentojnë drejt atyre zonave të cilat kanë një urbanizim apo kanë një infrastrukturë më të mirë, që janë zonat tradicionale të Tiranës, Tirana e Re apo pjesa e qendrës e kështu me. Prandaj shkon automatikisht edhe çmimi të jetë më i lartë. Atyre zonë do të rritet vlera, siç po rritet edhe zonës së Astirit sot, se po të krahasosh sot çmimin në zonën e Astirit me para 10 vitesh, janë 3-4 herë më të larta. Janë realisht 3-4 herë më të larta, dhe çmimet besoj që do të vinë gjithmonë në rritje, në rast se nuk do të kemi raste flluckash. Apo realisht më thënë një krizë, një fluks aq të dëndur parash atë të orientojë komplet tregun. Megjithatë, do shohim në vazhdimsi, pasi ekonomia shqiptare është ekonomi interesante, me thënë drejtën. Nuk është ekonomi kaq e lehtë, pasi është dhe çike vështirë për të parashikuar. Jemi të vegjël, pra që kemi shumë hallka dhe kemi shumë ato të panjohura të brenda, dhe pastaj fillojnë hamendësimet, dhe kur çaj që ka hamendësime, disa herë dalin, po shpesh herë mund ndoshta edhe mos dalin, kështu që
Me qënë se përmëndët Fluskën, së fundi, disa projekte elitare që për cilat është miratuar dhënia e lejes së ndërtimit, po ndërtimi nuk ka nisur akoma, madje as gropa nuk është hapur, është projekti tek liçeni artificial ku çmimet ka nisur nga 7.000 deri në 10.000 euro për metër katror. Pra, sa normale është dhe kush mund të blerë një pronë të tillë në Tiranë, shqiptar apo i huaj, me një vlerë ku nëse e marrim për referencë një apartament i thjesht mund të kushtojë 1 milion euro. Kush mund ta marrë, qytetarët thjesht nuk e marrin dot. Asi edhe biznesmen, do të jesh biznes shumë i fuqishëm. A ka biznesmen që të mbush një kull me këto çmime? Po të shikoni kryeministri Rama para 2-3 muajsh, ku shkoi në Dubai, thoi të bënte thirrje atyre, hajde investoni në Shqipëri. Bile filloi të hidhte edhe tezën që ata që do vinë, investitorë që do vinë nga jashtë do kenë edhe paketa të veçanta, edhe fiskale pra lehtësira. Ky lloj tregu, drejt për mendimin tim, drejt atij lloj klientele po shkon. Tregu shqiptar sado edhe të kesh bërë evazion, sado të kesh bërë dhe korrupsion. Kur flasim për çmime 10.000 euro metri katror, është diçka e pabesueshme. E papërballueshme për 99.9% popullatës shqiptare. Po edhe ata të cilët mund të kenë bërë, do thonë za të ardhura nga punë të pista jashtë, apo ata shqiptarë këtu, pushtetarë që mund të kenë bërë klientelizëm e korrupsion dhe kanë marrë, s'të që të përflasim për shifra maramëndse. Dhe për mendimin tim, ky lloj tregu do filloj të orientohet tek tregu jashtë. Pra tek ata investitorë të huaj, sektore bankar, sektore financiar, sektore imobiliar, të ndryshme, firma ndryshme, filiale që kanë nevojë të hapin, mund të orientohet drejt tyre, ku ato andej në vendet e tyre mund të jenë mësuar ndoshta me çmime të tilla, të cilat mund të jenë në këto nivele. Për tregun shqiptar të çmime nuk janë. Pra nuk janë për shqiptarët. Edhe sektori i ndërtimit, ai sektori që mban në këmbë statistikisht ekonominë shqiptare, nuk është as për ne më shqiptarët. Se mua më intereson se çfarë ndodh në komunitetin tim, në lagjen time, familjen time, qytetin tim, në ekonominë shqiptare. Se do vi pasaj një italian, një gjerman, apo njëri nga Dubai, apo njëri nga Arabia, apo do vi njëri nga Japonia, apo njëri nga Amerika, që të shtoj pasurinë e tij, bëhet shefi për të. Por realisht, mirëqenien time nuk është më ndikon absolutisht. Përkundrazi, ekzistenca e tyre më bën që çmimet e larta të më pamundsojnë mua që edhe nëse unë do kisha 0,001% mundësi për të aksesuar në tregun imobiliar, ma zerrojnë edhe atë mundësi minimaliste, 1 në 1 milion që mund të kisha për të aksesuar, pikërisht sepse vinë me sasi likuiditeti, po vinë të mbështetet pastaj edhe nga asetet e tyre kështu më radh, gjë që rrisin akoma dhe më tepër çmimet në treg. Po të janë çmime të cilat janë të paarsyeshme. Zoti Teliti. Dhe janë tërësisht jashtë çdo lloj, janë çdo lloj justifikimin e themi të realitetit ekonomik që jetojnë familjet shqiptare. Ndërkohë që do të ishte një sektor të ishte i aksesueshëm për të tërë, në varësi të mundësive, do gjeje zonën, pa do gjeje edhe sasinë sa metra katror do bleje, do gjeje edhe cilësinë në varësi të zonës dhe shërbimin që jep zona përkatëse. Po në fakt, po buxhetin e Bashkisë së Tiranës, si e shikoni, pasi duket sikur ka një lloj varësie nga taksa e ndikimit në infrastrukturë. Si e shihni të ardhmen e buxhetit Bashkisë së Tiranës, duke qenë që është kaq e varur nga lejet e ndërtimit që jepen? Shiko, do them diçka, janë 3 burime të ardhurash për buxhetin e Bashkisë së Tiranës. Një janë ato që jep shteti, qeveria qendrore, dhe nuk po i quaj to. Një janë nga taksat dhe tarifat, dhe një tjetër është për ato shërbime, siç është rasti i rindërtimit për shkak, pra që janë momente të caktuara të jepen disa fonde për një proces i cili ishte rasti i rindërtimit. Ato që janë të qëndrueshme janë taksat dhe tarifat, dhe transferta pa kushtëzuar që të për shtetin qendror. Në totalin e tyre nuk e kalojnë 300 milionë euro. Për vitin 2024. Të dyja. Të dyja këto. Ndërkohë që vetëm taksa e ndikimit në infrastrukturë të kalueshë pothuajse 130 milionë euro. Pra po flasë 40% e buxhetit të qëndrueshëm të Bashkisë Tiranës, e të ardhurave të qëndrueshme, përbëhen pikërisht nga zëri i taksës ndikimit në infrastrukturë 8%. Mos harronesh edhe 3% i sociales. Mos harronesh edhe 1% i taksës bashkiake. Pra duhet të arritësh nga 130 milionë euro, të shtosh edhe 65 milionë euro tjera. Pra kemi një situatë e cila dhe vetë buxheti i bashkisë është bërë tashmë i paqëndrueshëm. Pse? Se mbas i buxheti merr edhe angazhimet e tua. Dhe angazhimet nuk janë thjesht momentale, angazhimet janë afatmesme dhe afatgjatë. Dhe ti duke marrë angazhimet e tua, normalisht ndikon pastaj në jetesën e qytetarëve dhe të aktorëve të tregut, edhe sipërmarrjes Tiranës. Ne sot kemi problematikë në Tiranë që me të vërtetë është e varur. Problemi është akoma dhe më i madh, nuk po realizohet, pra nuk po shpenzohen parat. Sepse kur ti merr taksën infrastrukturës, për çfarë merr 8% taksën infrastrukturës? Për të krijuar infrastrukturën e kësaj godinës së re apo ti kompleksit të ri. Po cilën infrastrukturë? Ato që sipas kushtetues shqiptare janë shërbime të detyrueshme.
Si edhe shërbime detyrueshme, të furnizosh me ujë, me drita, me kanalizime dhe me arsimin deri në 9 vjeçar, që është arsimi detyrueshëm për këto. Ato që janë të detyrueshme për individin dhe për familjen dhe për fëmijët dhe kështu me radhë, janë shërbime që do të jepen pikërisht me këtë 8% që përkatës. Ta neve shohim, ndodh kjo gjë, jo nuk ndodh. Se nuk do kishim përsëris rastin e zonës Astirit, rastin e zonës Kodrës Prishtit, rastin e zonës të Kurorës së liçenit Tiranës, të cilët janë zona që janë ndërtuar, janë paguar 8% që 10-300 milion euro, dhe në fund fare, çfarë ka ndodhur? Janë pa çerdhe, janë pa kopshte, janë pa shkolla, janë me ujë me depozita, e kështu me radhë. Pra propaganda është diçka, realiteti është diçka tjetër. Dhe realiteti është lehtësisht i matshëm, pasi është shumë e thjeshtë. Hap rubinetin, ke ujë, s'ke ujë. Shiko dollapin e bukës, s'ke bukë apo s'ke bukë. Shiko makinën, sa karburant ka. Shiko sa para duhet merre dhe sa para ke në xhepin tënd. Je mirë apo je më keq? Dhe kjo është analizë që çdo kush duhet ta bëjë dhe të sigurohet çdo kush e bën. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin e strategjisë së kontrollit ndërkombëtar të narkotikëve, të publikuar disa ditë më parë, e sheh ndërtimin dhe tregun e pasurive të patundshme si sektorin kryesor ku pastrojnë paratë e trafikut të drogës dhe të krimit, sepse kësaj i dedikohet edhe ky raport. Pse tani ky shqetësim i ndërkombëtarëve? Ky ka qenë edhe raportet më bashkë. Edhe raportet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, edhe raportet e Bankës Botërore, edhe raportet tjera. Jo në mënyrë kaq të hapur sa këtë herë. Sepse është problematikë që vjen gjithmonë në rritje. Shiko, problematikat, në momentin që neve jemi një ekonomi të hapur tregu, në momentin që jemi në sistemin kapitalist, ekonomia gri, jo formale, nuk e thonë ndërtimi pasuritë e patundshme, po pastrojnë paratë e krimit. Kemi datë raportin e vitit 2021 nëse mani mend, që thoshte nga 2016 deri në 2019 në Tiranë janë pastruar 1.6 miliardë euro në sektorin e ndërtimit. Është i një shoqate Global Initiative. Ka studime dhe ka hindse, ka akuzat të hedhura. Problemi cili është? Problemi është që problematikat ekzistojnë. Prandaj ekzistojnë dhe institucionet për të menaxhuar problematikat. Në momentin që ne jemi një ekonomi e hapur e tregut, në momentin që jemi në sistemin kapitalist, problematikat do ekzistojnë. Këtu diskutohet si është masa e problematikës. Pra korrupsion do ketë gjithmonë, do dalë gjithmonë falë për shprehje një derr në pyll, i cili do e bëjë një praktikë korruptive. Tu problematika është që më shumë pemë në pyll apo më shumë derra në pyll. Kjo është çështja. Dhe fatkeqësisht në ekonominë shqiptare, në sektorin e ndërtimit, numri i derrave, më falni për shprehjen, është bërë më i madh se sa numri i pemëve të një pylli. Dhe aq këmbanat alarmi rriten vit pas viti. Dhe prandaj përsëris çdo shifra sot me curinë ekonomike, me treguesit ekonomik, makro dhe mikro, të treguesve të sektorëve të ekonomisë, të teorisë së prodhimit, të pozicionit tonë tregtar ndërkombëtar, e kështu nuk shpjegohet absolutisht çmimet që janë në sektorin e ndërtimit në Tiranë, po edhe në zonat bregdetare tashmë, se këto janë dy zonat të cilat po ndërtohen. Është Tirana dhe zona bregdetare. Nuk justifikohen as shitje vilash, shtëpiash apo apartamentesh me 5.000, 6.000 apo 10.000 metra. Nuk justifikohet, nuk ka justifikim ekonomik, që pra shkencor që ta justifikojë gjë. Ka vetëm një mundësi, që thon vetë shkenca ekonomike. Në momentin që ti me parametrat zyrtare nuk funksionon, nuk të del logjika, automatikisht ke elementet jo zyrtar, ekstraligjor, jo të duhurit, ato që janë kundra konkurrencës së ndeshme. Dhe cilët janë to? Janë paratë e krimit, drogës, korrupsionit. Dhe tashmë ti e ke të zyrtarizuar, sepse dhënë edhe informacionet dalin gjatë ditës, banda që mund të kapen nga sistemi i drejtësisë, policia, pra janë informacionet përgjithshme që kanë dalë, dhe ke departamente e shtetit, të cilat thotë zeza në të bardhë. Në sektorin e ndërtimit zotëri, janë paratë që hidhen nga krimi, nga kontrabanda, nga droga, kështu me radhë, ku do pastrohen më mirë se sa sektori i ndërtimit? Nuk ka sektor tjetër më të mirë për të pastruar se sa në sektorin e ndërtimit. Pse? Sepse është pagesë më njëhershme, është malli më njëhershëm. Pse zgjidhet pikërisht ndërtimit për të pastruar paratë dhe jo një sektor tjetër? Dua të shtoj këtu ka pasur dhe një deklaratë të kryeministrit pak kohë më parë që ka deklaruar që duhet vazhdojnë blejen apartamente pasi do të refishohen për pak kohë çmimet. Shiko, këto janë deklarata pikërisht kur ti mund të nuhasësh një curi të kundërt, pra një bllokim të tregut për të dhënë atë pozitivitetin e tregut shkose gjërat janë mirë. Këto deklarata që sa herë ndonjëherë të duhen faktikisht, pra dhënia pozitivitetit për të mbajtur ekonominë në këmbë, sepse është nevojshme që ekonomia të mendojë pozitivisht, dhe aktorët mendojnë pozitivisht, por shpesh mund të jetë dëmshme, pasi mund të shtysh aktorët të ndërmarrin disa veprime duke menduar që shikoj qeveria ka drejt. Ndërkohë qeveria mund ta bëjë deklaratë në thjesht formatin politik dhe jo duke u bazuar le të themi në një analizë të shëndosh, një analizë të shëndetshme me konture edhe teknike apo edhe profesionale. Shiko, pse zgjidhet ky sektor? Në cilin sektor tjetër do të zgjidhet? Sa të kemi. Sepse këto janë sektorët. Nëse nesër do dalë një sektor që do jetë më i shpejt
se sa në transakcion dhe sektorin e ndërtimit, që do ketë vlera më të larta dhe do jetë më lehtësisht i aksesueshëm, sigurisht që ato para që hidhen sot në sektorin e ndërtimit do hidhen në sektorët e tjerë. Historiku ekonomik botror ka treguar që dy janë sektorët që janë më të volitshëm. Është sektori i ndërtimit dhe është sektori i pastrimit. Sektori i pastrimit që kemi to problematika i inceneratorit që nuk ekziston, për incenerator që djeg para. Kemi to problematika që gjysma atyre që janë sot janë në burg, gjysma prej kandidat për të shkuar në burg. Këto problematika të tjera. Parat kryesisht janë të fokusuara në sektorin e ndërtimit. Shumë faleminderit. Faleminderit ju kënaqësi dhe uroj të na ftoni përsëri në studion tuaj. Faleminderit. Faleminderit. Ky ishte Kronos edhe për këtë mbrëmje, bashkë do të shihemi sërish të mërkurën që vjen këtu në MCN televizion. Natën e mirë.